Jam koni ndjekur nga policia sërbe. E për të arsye unë kam shku në Amerikë. Si aziliant. Edhe mandej mbete atje. Po. Një kisha thonë gjithve shqiptarëve që mos e harroni Kosovën. Se Kosovë është lindja jonë. Është zemra e shpirtit. Pre nga jene? Na jemi nga Brooklyn i New Yorkut. I New Yorkut je? Po. A si e shqiptar? Shqiptar, po. 100%. Po thash që po thuj i New Yorkut. Pika jeni me vllamë veti. New York jetë që 42 vjetë. Në këta shku Po jetë? jam ka Kaçaniku. A i Kaçaniku? Po, Do me thonë ti prej Kaçaniku shkuve New York. po. Që e mirë? New York. Qka të qaj New York ty? Ekonomikisht, Serbia na qoj. Serbia. Po, sebeb Serbisë. Do me thonë nga luftat i atje. Po. Jo, para luftës. Para luftës, vlla e mirë, që 42 vjetë jam në Amerikë. 42 vjetë. Po, ti si e koni lindur në atë kohë. Po. Nderum, apo më tregon sa po të vështirë me u ambientu prej Kaçanikin në Amerikë dallim. Unë e vi vjetë për vjetë, vlla, këtu. Atëherë në fillim kur shkuve para 42 viteve. Në fillim ka Jo të qenë, pyet pse ke shku para 42 që po të tregoj, se unë jam koni ndjekur nga policia. Jam koni ndjekur nga policia sërbe. E për të arsye unë kam shku në Amerikë. Si aziliant. Edhe mandej mbete atje. Po. Krijova familje, me fëmijë, me gjitha, me biznisa, pizza, gjona, edhe që sot jemi këtu në Kosovën e lirë. Jemi rrethat që vjen çdo vit. Për çdo vjet vi. Apo më tregon ndoshta po e di pak a shumë po më tregu ti për shikuesit ton. Çka të lidh ka të shumë që me ardh prej Amerikës sepse e dim, shumica që janë në Amerikë nuk vinë çdo vit. Vinë çdo 2 vite, çdo 3 Po ta tregoj se pyetje shumë pyetje mirë është, bravo të qoftë. Për të arsye pse kjo është vendlindja jeme. Një. Tana për arsye se na merr malli për popullin ton, pse ne jemi angazhuar gjithmonë që të jemi të lirë. Neve kemi bërë shumë punë të madhe në Amerikë, para Washington DC-s, për Kosovën e lirë sot, edhe duhet ta dini për ne se Amerika ka qenë numër 1 për Kosovën. Shumica nuk e din për ne. Po, Zoti i madh që sot jemi të lirë, e vim këtu, edhe i bëjmë të gjitha jetën e mirë, të gjitha të mira valla. Nderum, sa shpenzoni kur vini nga Amerika? Po shpenzojmë një 3.000 euro. Për 3.000 euro, 4.000 euro. Jashta bileta vjen këtu po besoj. Jashta bileta valla. Po. Biletat e di që janë goxha shtrejt. Po. Nderum, çka kishe thonë gjithë shqiptarëve që po e shohin këtë video? Unë i kisha thonë gjithëve shqiptarëve që mos e harroni Kosovën, se Kosovë është lindja jonë, është zemra e shpirtit. Ashtu, faleminderit shumë, kënaqësi që u takum. Kaloni sa më mirë. Faleminderit. Respekt. Gjithashtu.